në Libohovi. Kemi përcjell këto ditë në djeshme disa nga perlat e kësaj fushate. Megjithatë, për qarkun e Elbasanit do doja të kishim miq të dashur kolegen ton, gazetaren Margarita Mhillka, edhe si etalon të Shqipërisë mesme. Duhet të kujtojmë që qarku i Elbasanit në zgjedhjet e 2021 ka prodhuar deputetin me më shumë vota në zgjedhjet e shkuara, ishte Tauland Balla me mbi 22.000 vota. Në këto zgjedhje ka një rezultat të paktën të pjesëshëm deri në këto çaste me një avantazh të Partisë Socialiste. Të shohim nëse do të kemi edhe gjithashtu rekordmenin elektoral të këtyre zgjedhjeve. Margarita, linja për ty. Të përshëndes, është duke u zhvilluar në fakt në të gjithë qarkun e Elbasanit normalisht dhe pa incidente procesi i numërimit të votave. Deri në këto momente kemi pasur një ndërprerje të procesit të numërimit në Bashkinë e Belçit, në Bashkinë e Prenjasit, ato të Librazhdit dhe në qendrën e votimit KZAZ dhe në qendrën KZAZ të 49 e cila është në shkollën në qytetin e Elbasanit. Kemi gjithashtu një numërim të votave në të gjithë qarkun, 180 kuti të qendrave të votimit nga 508, ku dominon Partia Socialiste në këto numërim votash me 28.698 vota, teksa Partia Demokratike pason me 13.526 vota. Kemi më pas koalicionin Euroatlantik me 914 vota, Shqipëria bëhet me 1.480 vota, Partia Mundësia me 990 vota dhe Partia Social-Demokrate me 530 vota. Dua të theksoj se edhe pse qarku i Elbasanit është një ndër qarqet më të mëdhenj me 7 bashki në të cilët qytetarë kanë mundësi të votojnë, sërish krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021 shihet një ulje prej 5% të numrit të votuesve, ku siç e kemi vërejtur të gjatë gjithë procesit të votimit. Përfshirë edhe votën e diasporës në numërim? Përfshi këtu të gjithë qarkun e Elbasanit, përfshirë dhe votën e diasporës. Pra numri total i votuesve është përqindja e tyre është rreth 42.13% që kanë votuar ditën e djeshme. Teksa është parë që ditën e djeshme qytetarët, edhe pse u tha që votimi ishte i lirë, ka pasur intimidime të shumta, ka pasur raste denoncimesh dhe presioni, kjo gjë e cila mendohet se ka shtyrë edhe që Partia Socialiste të dalë në një avantazh në këto zgjedhje të vitit 2025, teksa vijojmë numërimin në bashkitë e tjera të qarkut të Elbasanit, me Bashkinë e Elbasanit nga 60 kuti, nga 224 të tilla, ku Partia Demokratike ka një rezultat prej 5.823 votash, Partia Socialiste ka një rezultat prej 10.350 votash, është në avantazh me Partinë Demokratike. T'japim pak sekonda kolegës tonë Margarita Mhillka, sigurisht jemi një transmetim të drejt për drejt, presim mirë kuptimin tuaj në raport edhe me ngecit të tilla teknologjike. Po, Margarita? Ju kërkoj ndjes, e ndjek kështu Partia Mundësia në qytetin e Elbasanit me 507 vota, Partia Shqipëria bëhet me 505 vota dhe Partia Social-Demokrate me 196 vota. Në të gjithë qarkun e Elbasanit shihet një avantazh i Partisë Socialiste krahasuar me Partinë Demokratike, nisur kjo edhe nga të gjithë ndërprerjet dhe nga të gjithë pjesët e interferimit dhe intimidimit të qytetarëve ditën e djeshme nga Partia Socialiste. Kemi parë kështu edhe personat të cilët ishin të paautorizuar që ndronin pranë qendrave të votimit me lista në duar, duke detyruar kështu dhe qytetarët. Ka pasur disa raste denoncimi në fakt që ne kemi transmetuar ditën e djeshme në zona të ndryshme të qarkut të Elbasanit, ashtu siç ka pasur edhe qytetarë që janë proceduar penalisht nga forcat e qytetit të Elbasanit. Teksa vijojmë me qytetin e Cerrikut, në fakt ka pasur edhe këtu është kthyer në fakt deri në këto momente një bastion i Semajtës, ky qytet me 4.034 vota për Partinë Socialiste, e ndjekur nga Partia Demokratike me 1.986 vota, me Partinë Shqipëria bëhet me 378 vota, Partia Social-Demokrate 48 vota. Pra janë parti këto të cilat kanë më pak përqindje të votuesve se sa partitë kryesore, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Ndërkohë në qytetin e Gramshit janë numëruar deri në këto momente 18 kuti nga 48 të tilla. Kemi pasur një vijim të procesit të numërimit në
bashkinë e Gramshit, ku Partia Socialiste kryeson dhe në këtë bashki me 3390 votime. Partia Demokratike ndjek me 1 vota. Partia Demokratike ndjek me 1103 vota. Duke u pasuar kështu nga Shqipëria bëhet, e cila mendohet se është edhe një forcë e tretë në qarkun e Elbasanit me 167 vota. Kemi këtu dhe qytetin e Librazhdit, bashkinë e Librazhdit, e cila deri në këto momente, aty ka ndaluar edhe procesi i numërimit të votave, kemi hapur gjithsej 21 kuti nga 55 të tilla, ku Partia Socialiste ka një rezultat prej 3968 votash, e ndjekur nga Partia Demokratike me 1573 vota. Faleminderit Margarita, ndërkohë afrohemi në Tiranë, miq të dashur, për